Drama sociale Gruaja mesirtare e teatrit Aleksandër Mujsiu me regji të Suela Bakos u prezantua në skenën e teatrit Migjeni si pjesë e edicionit të parë të Xhexhu Fest. Teksti i autores Anisa Markariani sjell rrëfimin e Veros, një gruaje të përballur me trauma dhe dhunë, e cila për vite ka mbajtur të fshetë një sekret që i ka shënjuar jetën. Regjizorja theksoi se shfaqja synon të nxjisë reflektimin mbi plagët e heshtura që shoqëria shpesh i anashkalon. Kemi të bëjmë me një shfaqje që i flet gruas dhe jo vetëm gruas. Një shfaqje për gruan që i flet edhe burrave dhe grave, dhe nënave dhe bijave, edhe djemve, edhe baballarëve. Shumë nevojë që shoqëria jonë të përballet me të vërtetën dhe me realitetin nëpërmjet formave të tilla të artit. Sepse ne të gjithë mbyllemi në ato shtëpitë tona dhe i dim se kush hallet e veta, por kur e shohim të ngritura në skenë, kuptojmë që nuk kemi vetëm ne kështu. Ajo shtoi se arti mbetet një prej formave më të forta për të sjellë në vëmendje histori që zakonisht nuk marrin zë publik. Arti ka peshën që ka në këtë mision të rëndësishëm. Kurse si ne nuk mund ta lëmë artin jashtë problematikave që shoqëria jonë ka sot, sigurisht nuk i takon vetëm artit. Patjetër, arti është vetëm njëra nga mënyrat mbase më elegante, mbase më delikate, mbase më qytetarja e të propaganduarit të luftës kundër dhunës në familje. Është patjetër shteti, ligji, institucionet shtetërore ato të cilat duhet të jenë atje dhe të ndihmojnë njerëzit e prekur nga kjo sëmundje. Në skenë aktorët Mimoza Marianaku dhe Romir Zalla ndërthurën një interpretim emocional, të mbështetur nga muzika e Kiara Jubës dhe skenografia që pasqyroi tensionet dramatike të veprës. Festivali Xhexhu Fest vjen deri më 2 dhjetor, duke e vendosur Shkodrën në qendër të ngjarjeve të teatrit me theks mbi temat sociale.